Një njeri prej muslimanëve erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami dhe e thiri dhe i tha: "O dërguari i Allahut, kam bo zina." E kthej i ftyrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky përsëri i dul përpara. Sa kam bo zina. Përsëri ja kthej i ftyrën në anën tjetër. Përsëri i duli përpara, ta kam bo zina 4 herë. Don ki kthen shpinën, ai ktheu ka ftyrën e tij, thoi një të fjalë. E kur dëshmoi 4 herë kundër vetes së tij se ka bo zina, e thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe uli, tha: "Mos je çmenti. Se kjo nuk o punë e vogël, është punë e madhe. Njeri me men kryje nuk e bën, po edhe nëse bën, nuk e publikon." Andaj tha: "Mos je çmendur." I tha: "Jo." Tha: "A je i martuar?" Tha: "Po." Thot: "E vërtetoi rastin." Pastaj tha: "Shkoni dhe domethën zbatoni dënimin e fesë mbi te." Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në disa ajete të tjera. Dhe thot: "U mundu, si thot Imam Neviu rahimullahu taala, ta vërteton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rastin, mos është i çmendur, që fol si llafe. Që nëse është i çmendur, nuk ka gjykim për te." Nuk e la muhabetin si tha ai vetëm, se edhe pse ai flet kundër vetes tij, edhe zakonisht njeri nuk flet kundër vetes së tij përveç se kur është e saktë. Ama ka mundësi me qenë i çmendur. Edhe nëse është i çmendur, nuk mirët fjalë e tij. Andaj pyeti ajeti, mos je i çmendur që flet. Mos je i dehur. Mos ki ndonjë problem, në stres, në shqetësim që ti s'di çka flet. E pak kur të konstatohet se jo, ai flet saktë edhe e di se çka është duke thonë dhe nuk ka shku një farë presioni, s'ka pra që thot atëre, veprohet domethënë dhe gjykohet ndaj tij. Bile transmetimin tjetër që ndonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti edhe familjen e tij. Çka ka ky që flet kështu? Mos është i smund, mos ka ndonjë presion, mos ka. Jo, tha, familja s'ka kur gjë, tha. Këto ka në rregull, tha. Atë që thot është njëri serioz, i sinqert, nuk flet kot. Atë që thot e ka për një me atë kuptim. Thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala, thot muslimani do të më konë shumë i vëmendshëm në marrjen e vendimeve, sidomos kur është pyetje jeta e njerëzve. Nuk guxon me nxitu, janë procese të rënda, janë procese të vështira, nuk është shumë i vëmendshëm, i kujdesshëm. Nuk duhet me nxitu në marrjen e vendimit. Duhet me qenë gjak ftoft, gjitha rrethonat me studiu, gjitha situatën me analizu, pastaj me një gjakësosi të madhe, me argumente të shumta, me analiza të thella, me marrë vendimin për ndryshe, dhe do të gabon më shumë se ai që ka gabu. Gabon ti që e përgjigje më shumë se ai që ka gabu.